motra Shpresa, aja ka vdek gjatë notës. Baba e ka qitë motrën Hajrin edhe Shehrini ka qitë jashta, Shehria u kone plagosne këtu në qafë, edhe kanë marrë, kanë vazhdu rrugën, e kanë qitë, babën e kanë kthy, e kanë mbyll derën, ja kanë thy gjomë edhe i kanë gjuhë 2 bomba edhe i kanë vratë gjithë që aty në qatë vend. Kështu që janë 45 njerëz mrena 48 orëve, ka dhe në jetë që është vratë ditën e nesme, është dek ditën e nesme se u koni plagosën, po shumica janë vratë mrena ditës Bajramit, edhe e kena gjetë një traktor, edhe i kom marrë, unë e kom vendosë vetë me i prunë në vend temin këtu, me gjithë që kom pas pengesa, jetë duhet me i vëros një zbicë, jetë duhet ashtu, nuk më i vëros një zbicë, se nuk më me garantu që ndodhë diçka tjetër me ta, unë jam ma i madhe këtu edhe ma mirë më kara, i kom prunë kufomat e mija, i kam, s'ke pas as ku e qenas, ku e bon edhe deshtë mi marrë, qatë natë mramje, është vëros. Sa të jam gjallë, unë kam ju majtë mas reti dhe kam ju qute në Shqipni. 10 minuta manena, ja ka bo me gesht aj që ka ditë gjuhën Shqipe, që për edhe kanë morë kajtazin, e kanë qitë, e kanë qua, kanë përshkatu një. Edhe më ka thonë si qështë është tërë, na ka thonë, thash, kusht ka thonë, tha më ka thonë mjekra. Mjekra ish Adem Jashari. E ki derën qelë, unë më kanë komponu, edhe mas më kanë largu për unë, komponu si mjeshtër të. Ata që kanë po me sy, edhe si jena kanë qetë me thonë që për dalim, edhe këna morë vendimin, jena largu për këtu, jena dalë poshtë atje, ku jena sot të jetë. Këtujni në borën e familjes Bekaj, ku në fshatin tu, në Klëdërnic, ka mas shumë të vranë, për të njëjtës familje. Kjo është dëshmia e gjallë që ka forcat paramilitare kanë bon këtë familje, e kanë godit me artilleri tranë për distance. 4 raketa jenë në shumë rena 4 sekunda në këtë vend. Jenë konë agja i vdekun ka metë në vend. Në fshatin tu ka mas shumë të vranë. Raketat e para jenë ra natën e Bajramit në qitë vend që tu. Një pej raketa është qitja ndërtes. Ndërtesa e dytë është e agjës, është pak ma largë për këtu. Raketa e tretë ka godit ma naltë se shpijat, nuk ka bon probleme, kur që se u konë nalësia më. E katërta nuk ka rritë marë, është metë nara, ka posë edhe në qatë shpiju, konë edhe dikune se drejtimi saj. Agja Gjemojli është metë në vend i vdekun, e ka këput në bushtin Kurrizor, është metë aty, kurse familja e ngushtë tu, jenë plagu 2 motra, nona, baba s'u koni plagun, po i kanë marrë edhe i kanë quë në turicefs në ambulant në atë ku, me shpresë që mundet më ndihmu dikush, po s'ka pas kush që ata veç kanë ardhur prej anës të poshtme të Klinës, edhe Zaimi o shkur vendos në një zbicë, edhe na ata djemët që e kanë quë Samia dhe Rustem Reci, i kanë quë me kërë me shpresën që ata e gjojnë mjekun aty, me gjithë që ai s'ka mujtë pej situatës që shukon granatimet atu, edhe ata janë metë në shpet Sokol Gjemojlit plagosën. Motra një zbicë. Motra Shpresa, aja ka vdek gjatë notës. Shehria edhe nona e saj jenë konë hala gjallë, edhe baba u konë i gjallë aty mrena hala baba s'u konë i plagosën hisë. Edhe kur kanë ardhur forcat paramilitare, kanë vendosur me hjek pas atij podrumit Sokol Gjemojlit. Baba nuk ka pranu, ka thonë në s'dal kur qysh se i kam plagosni tu edhe do të më merë me ta. Ata kanë rezistu me forcë. Ai ka rezistu aty, nuk kanë mujtë mi qua atje, edhe kanë shty me gry këtë armëve, e kanë shty mrena. Baba e ka qitë motrën Hajrin, edhe Shehrini ka qitë jashta. Shehria u kone plagosne këtu, në qafë, edhe kanë morë, kanë vazhdu rrugën, i kanë qitë, babën e kanë kthy, e kanë mbyll derën, ja kanë thy gjomë, edhe i kanë gjuhë 2 bomba, edhe i kanë vratë gjithë që aty në qatë vend. Që kjo u konë periudhja e vrasjes të familjes tonë qëtu. Tani ditën e nesme u konë dita e Bajramit, edhe jenë ardhur forcat paramilitare, i kanë zonë kodrat ushtria e rregullt, ata dhe nhi edhe kanë
e kanë zonë, a plaka, grua, fëmija nuk kanë vetë, edhe fshatorët e fshatra tjera që janë konë të nejtë refugjatët e na, kanë zonë për tyne, i kanë vro, kështu që janë 45 njerëz mrena 48 turve, ka dhe në jetë që është vro ditën e nesme, është dek ditën e nesme se u konë i plagosën, po shumica janë vro mrena ditës Bajramit në fshatin tonë. Po agja u dalë me këqyrë çka po ndodh, edhe mas që qenë godit kjo i ka ro edhe asajt. Njëjti plan u konë si baba jam, si agja shpijat janë konë të një planit punun, edhe si u dalë jashtë dyrve, në kolë më ro, edhe e ka godit agja u konë i vdekun, e kena vërrus qatë natë. E kena vërrus qatë ku ja u tregova pare që janë varezat tona, është vërrus aj, e këta tani jena shkue, mas jenë hek forcat jenë dalë, jenë vendus atje, o shku një vlla, se unë jem koni në zonën me ushtar, edhe e kena gjetë një traktor, edhe i kum marrë, unë e kum vendus vetë me i prunë në vend temin këtu, me gjithë që kum pas pëngesa, jetë duhet me i vërrus një zbicë, jetë duhet ashtu, nuk me i vërrus një zbicë, se nuk me garantu që ndodhë diçka tjetër me ta, unë jam ma i madhe këtu edhe ma mirë më kara, i kum prunë kufomat e mija, as nuk i kum zbulu, as hiq, ato janë 4 vareza janë tonat, i kum vërrus, 7 mrab një zbicë, për mes plumave në mramje, kena arrit me i vërrus edhe sot janë egzistujnë që atë. Do me thanë kanë ronë i zbicë, por i keni prunë? I kum tërhjek me traktor, me një shok e kum qu të luftës me vlla temin, edhe i kanë marrë me traktor, i kanë prunë, edhe shok të luftës na kanë imu me qelë varrezat, edhe kena qelë mramje në për terë, i kena vërrus, edhe kena vazhdu tani, jena marrë me varrezat tjera në për fshat, i kum angazhu shok, edhe mrena ditës jenë vërrus, as një njeri nuk është smet, as i brojës u konë i djali ri, as i qitagë, as dvitakut, tonë jenë konë të vërrusën mrena note, jenë kry, nuk u metë kërkush mi dhe jatë natë. A keni vazhdu me jetu këtu në këtë pjesën? Po, kena vazhdu, me një herë na kanë dhonë dëshatore, kena vazhdu një vete 2, tani ja kena qitë kulmin qasajna që atje, edhe qisaj këtu, po ishin dëmtune, familjarë, cëherë dalëshin këtu e dishin venin e nxarës, ata që kanë po me sy, edhe s'jena konë qetë me thonë që po dalim, edhe kena morë vendimin, jena largu për këtu, jena dalë poshtë atje ku jena sot të jetë. Tregove që 2 motra kanë shpëtu, a mundësh me na tregu qysh kanë shpëtu? Motrat njona është kone plagune, po baba i ka hjek pej podrumit ku i ka qitë jashtë edhe i kanë morë, ka vazhdu rrugën për Shqipnijën shku, me tjerë njerëz. Është një katunari juni, një kajtazi, a i ka thonë, qa keni bre balë që po koni, se të vallaj, se baci haqji kena thonë babës tem, e mëtën bacin haqj, aty në podrum, thëtë, hajtë bre balë se kanë mytë, po sa të jam gjallune, kom ju mojtë mazreti dhe kom ju qutë në Shqipni. 10 minuta manena, ja ka bo me gesht, aj që kanë ditë gjuhën Shqipe, që po thëtë, edhe kanë morë kajtazin, e kanë qitë, e kanë quë, e kanë përshkatu një. Që kjo është realja që akum prej tyne që i ku morë, që ka flasin që atë motra, njona së konë plagune heqa e rria. U konë me fëmije, me kret, e kjo shëria u konë gati veç për krahe që i kanë qunë Shqipni, po së është në shëmirë, që shtë. Agja jam, se qërë ku konë shpia, peshe, pe atyt e kret të këtë në atje, u konë qëtu. Kjo u konë e lidhme me qëtu, te që kjo dorë dhe dollë, në rafshë dhe atë është rafshë. Kur i ka një krizme, aja raketa uronë në kullëm të cojna, edhe mas shpine e ka këputë. Edhe është metë në ven, ajë që tu konë, bashkë te që kjo dorë. Që në qitë rafshë, ajo konë, kjo konë e formu në shpia si ajo kretu konë, edhe ato deshë s'ke posa s'ku e qenë, s'ku e ponë edhe deshë mi morë, qatë natë në mramje, është vërrus. Mas këti rasti që kanë kry këtu, mas një kuhe, se na jena konë familje modhe qëtu. E kanë ditë historiatën e familjes tonë, jenë shku në Skenderaj, familjarë tonë, që një kuhe jena konë bashkë qëtu një shpije modhe u konë e gurit, jenë shku i kanë hi, ato e kanë morë me gjithë vlo edhe kanë qu
në shtallë të Leopës e kanë përshkatu. Mas jenë vra familjarë të në fshat, atina e kanë shku në qendër, në Skënderaj, lagjen 3, e kanë marrë dhe kanë qitë, e kanë përshkatu me grue, me vlla, me i kanë shti. Gruja atina nuk u shkatëru për i burë, ka thonë selon, e kanë shti mrena dera, edhe kanë me 3 alë në gjarë i kanë përshkatu 3. Janë tani edhe familjarë tjerë, Ramadani, është i vramë në tonë, është edhe një gru, u konë me të meta, u konë një kamë ka pas të lëndune, ato rrugës për Shqipni u dek pej torturave, pej kështu, ajo u dek në rrugë, nuk është vra pej plumave për këtu, po pej maltretimit rrugës, rruga e gatë Shqipni, është mete dhe kanë prunë. është motra e Sahit Qunit, u konë Kushëreki, Mbeka e dhaj është familjar. Natën e Bajramit, ditën e Bajramit, edhe një ditë mas ditës Bajramit, kush është vra të nanë fshatin tënë për qitë periudhë, për qatë rezistencë, që këna mujtë në forcat tona, me qatë armatim, që këna mujtë me ju bo. Këta plumba e këto që i ka në 2 balët, i ka mas i kanë marrë antarët e familjes tjerë dhe i kanë qu për Shqipëri. Se grupi ushtarëve kryesor i na konë në qitudën e burrave të vjetët, që i na konë që kena mbjetu gjatë kohës luftës që në qiton. Tani çdo sulm që u bo me na azasu neve, u bo rreth qësaj shtëpie. Kjo u konë pak kulum, u konë e djegne, edhe jena shpetu deshti Zoti, po mas lufte e kena rinovu, me gjithë që është e djegne, me plaka, me krejt, s'ka pas mbi jetesën tonë, edhe jena dalë për këtu, jena dalë ma pushtat e bashkë. Këto është që kjo kulla është, për herë të parë, në 7 orë, 9-7, Abedin Rexha për herë të parë kur u ardhë, për me bon përgatitjen e organizimit të luftës ushtarë pesh Shqipërie, me një urdhën për Qareve, është ardhë, edhe më ka thonë si qështë shtunë, na ka thonë, thash, kusht ka thonë, tha më ka thonë Mjekra. Mjekra ish Adem Jashari. E ki derën qelë, unë më kanë kumpunu, edhe mas më kanë largu për punë, kumpunu si mjeshtër të, tani peqa sajnote ja këna njësë në organizim të shokëve të luftës, edhe mrena 15 dite i kena bon 6-18 tonat fshatarë pa ndihme në kërkuj që kanë pas armë vjetra në për shtëpia, edhe i na bon grupi parë, ju kena bashkangjit edhe i na shku në vojnik, i na konë për 5 mars, i na konë 21 ushtarë, i na konë qatë kodër të bunkeri, i na konë ndihme i dole Abedin Rexha.